Pra dështim sërish dhe si zakonisht dhe t'jenë këto deklarimet e partive politike dhe është i pari ka dalë gjithmonë kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi. Përveç që patëm edhe një reprizë të epizodës 17 tashmë të blokimit me çështjen arbitrare dhe imponuese të tyre, sot patëm edhe një zhvillim vërtet papranueshëm. E para punës, deputetët e partisë që ka dalë para në zgjedhje nuk erdhen as me kohë, ju e patë ishin 45 minuta vonë, dhe kur erdhen patën një kërkesë që në mënyrë të organizuar ta shkelim rregullore. Do thotë kërkesa e tyre ishte që në kundërshtim me rregullorën që thotë se duhet mblidhemi çdo 2 ditë derisa të konstituohet kuvendi, ata kërkuan që të mblidhemi një herë në javë. Këto janë dy probleme. E para është krejtësisht e papranueshme me bëni kërkesë të tillë për me shkel rregullorën me vedije deputetët e Republikës Kosovës. Dhe e dyta, kjo tregon që vullneti i tyre nuk është në asnjë mënyrë me tentu me bë zgjidhje apo me lëviz përpara, po thjesht këto përsëritje, këto repriza mos më maj çdo 2 ditë, po më maj çdo javë. Vërtet është përkeqësardhje kjo mungesë totale e përgjegjësisë karshi qytetarëve që i kanë votuar në radhë parë, por edhe ndaj gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë politike. Ne po e shohim që Kosova çdo ditë është duke humbur, edhe në aspektin ekonomik, edhe në atë politik, edhe në atë diplomatik. Ne kemi mbetë një vend i izoluar. Hiç më larg se në Tiranë, dje ishte mbledhja më e madhe e gjithë liderëve evropianë. Dje na gëzon fakti që Tirana u shndrua në kryeqytet të Evropës, ndërsa në Kosovë deputeti Kurti, si ish kryeministër, pati një takim tjetër ndërkombëtar me disa trin socialist nga mbar bota. Kjo është dallimi kur ke qeveri e cila vërtet është funksionale, e respekton verdiktin qytetar dhe punon për vendin, edhe kur ke një kast politike që dele para e nga ky pozicion tenton ta bllokoj vullnetin e gjithë qytetarëve të vendit. Unë shpresoj shumë që të ndodhë diçka që kjo të ndryshoj. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi dhënë jo vetëm gatishmërinë tonë, por edhe propozimet e iniciativat të cilat deri tash janë refuzuar sipas veprimeve nga ana e lëvizjes vendosje, por në këtë situatë që jemi, vendi do të shkojë duke degraduar dhe me tutje, dhe vërtet kjo është përkeqësardhje. Por në Unë besoj që ju keni qenë këtu dhe më keni përcjell në gjitha deklaratat e mia. Unë këtë kam thënë tashmë 3-4 herë që Partia Demokratike e Kosovës përveç zonës Haxhiu nuk do të votoj për asnjë propozim që mund vi si zaventësim i saj e që është ish ministër i qeverisë Kurti 2. Asnjë antar të qeverisë nuk do ta votojmë për pozitën e kryetarit të kuvendit. Ju kam thënë më herët, nuk ka të bëj personalisht me një individ, siç janë munduar që ta interpretojnë, ka të bëj me parimin, sepse ne besojmë që ata të gjithë janë shembujt më eklatant dështimit dhe degradimit vendit. Kështu që është një qëndrim që e kam shpreh publikisht disa herë tashmë, duke përfshi edhe në takimin që kam pas me zotin Kurti, edhe në takimin e përbashkët të presidentja. Po. Shikoni, unë e thash edhe pas takimit, besimi im është që presidentja ka përgjegjësi që buron edhe nga prerogativi i saj kushtetuese në 84 paragrafi 2 për dërguar në gjykatën kushtetuese. Unë besoj që mund dërgoj edhe pyetje kushtetuese, por do të jetë vendimi i saj se kur dhe si do të drejtohet gjykatës kushtetuese, nëse nuk i drejtohet më herët dikush nga deputetët aktual. përveç se që po përmendën edhe zgjedhjet
E mirat mirës dhe dështë që Lëvizja të vendosë të vi të ndroj kandidatën dhe të vimin e kandidat që merë shumicën, të kalohet kjo pikë, të konstituohet kuvendi me nënkryetare të shkojmë në fatë kushtetuese. Hapi parë është hapi tyre. Blokada po ndodhë se ata po refuzojnë me bo këtë hap. Unë besoj që asnjë opcion nuk mundet me u materializu pa konstituu kuvendi. Dhe për këtë arsye duhet që rast mungesës shumicës parlamentare që është situata sot, që të ketë një rrugdalje. Kjo arsyeja që ne kemi qenë çdo takim, kjo është arsyeja që kam propozuar që edhe presidenti i Kosovës na ftoi, por duket që për zotin Kurti, për përsëris më e rëndësishme është Albulena Haxhiu se rreth 1 milion qytetarë që kanë votuar me non shkurtë. Po. Jo. Kërkesa është televizëve të vendosur në mojt në janë. Ne thamë që s'muj me shkel rregullorën, duhet më mojt çdo 48 orë, ashtu që paraqet rregullorja. Po. Shikoni, unë mendoj që ne jemi vonë kështu ashtu. Ky kuvend s'ka funkcionu pej vitit kaluar. I kemi ma shumë se 5 muaj gjys viti pothuajse që s'kemi kuvend, s'kemi qeveri. Shteti jonë është, do të thotë, jo funksional. Dhe kjo është arsyeja që secili deputet në mënyrë të veçantë lider politik, duke filluar nga partia e parë. E ne jemi partia e dytë, duhet me pas përgjegjësinë për me dal nga ngërçi aktual. Dhe vonesat nuk janë as shëndetshme, nuk janë as ndihmuese, jashtë e kundërta. Këto vonesa vetëm so kanë me dëmtu tutje vendin tonë edhe perspektivën e qytetarëve tonë, sidomos ato ekonomike, e cila po rëndohet çdo ditë. Dhe në këtë kuadër unë e di që dërgimi në gjykatë edhe mundet me marrë kohë. Unë shpresoja që deri tash do të ketë një reflektim me përgjegjësi nga partia e parë me ndru kandidatën, se për kësaj situatë dalim ashtu më lehti. Por nëse ata vërtet e kanë më të rëndësishme Albulena Haxhiu se këtë Kosovën, atëherë është diçka që s'mund t'u marrë me zër privilegjin që ka garantuar kushtetuesa, sepse nëse kemi atë mentalitet siç po e kanë ata që po dëshirojnë na marrë me zër votat neve për kandidatën e cila nuk e merr shumicën e këtij kuvendi. Faleminderit shumë. Besoj shihemi pas nesër. Atëherë faleminderit shumë, po e filloj